Në Kosovë, paraqitjet e tij publike nëpër intervista janë shumë të rralla. Algert Sala do të sfidohet me blitz pyetje të nxumë. Ai po merr pjesë në edicionin e si vjetëm të Këngës Magjike. Një çun simpatik me zërin unik, është ky Algert Sala. Një histori dyrore ty. Nxumë intervistoj atë dhe kjo storie nis pikërisht me pjesëmarrjen e tij në edicionin e si vjetëm të Këngës Magjike me plumbat. E kam qef pjesën e festivaleve dhe nuk e që se kisha bërë një periudhë diku të 5 vjeçare munges, thash që do ishte mirë të bëja një rikthim sepse materiali që kisha përgatitur ishte goxha i mirë për të qenë pjesë e një kompeticioni siç është Kënga Magjike. Çka po flet në fakt në shtatë dhe finalja, po flet një çmim si shumica e kolegëve. Tani çmimet i kanë qef të gjithë, por kam qef të jem edhe pak me këmbë në tokë, thjesht pres që kënga të vlerësohet dhe të jap më të mirën dhe ta shijoj si proces. Një këngëtar si Algerti recetë të suksesit konsideron originalitetin dhe tenton që në çdo projekt të jetë vetvetja, paçka që dhe komercializmi në këtë kohë po e bën të vetën. Ai thekson që është një treg i madh, i vështirë dhe ka të nevojshme ta bëjë diferencën. Mungojnë eventet, festivalet të ndryshëm ku të ketë sa më shumë prurje dhe organizime. Kështu që nëse do kishte variacione të tilla, ndoshta do ishte edhe mënyrë më e mirë dhe opsionale për të shprehur sa më mirë. Sala pohon faktin që nga viti në vit është dashur të përshtatet dhe përpiqet tejmase që të sjellë risi. Por nëse flasim për vetë financimin, sa është e vështirë kjo metodë? Oferta kam pas, por që mendoj që labelat të kufizojnë procesin e krijimit. Domethënë, ti mund të bësh 20 demo dhe ndërto mund të zgjidhen 2-3 që ata mund të pëlqejnë, por ty të pëlqejnë këngë të tjera nga ato që ke krijuar. Kështu që zgjodha luksin për t'i ofruar vetes lirshmërinë që të nxjerr ato që unë dua dhe pëlqej, në mënyrë që Algerti të jetë 100% Algerti në fund të ditës. Mysafiri sonte po tregot shumë djalë i mirë, nxumë do ta sfidoj me blitz pyetje. Projekte pa gjumë ka sa duash. Këto që do vinë së shpejti. Kurse peng projektesh nuk është se kam, thjesht di që po punoj për t'i sjell siç duhet. Okej, po ta them që ta kesh ekskluziv. Së shpejti do kemi një album, se kur nuk ta them dot, por që po punohet, është proces puna. Sa kanë të fjetë? Ashtë këngë sa të mjaftojnë për sezonin që po vjen. 8 vjet, 12 vjet. 12. Tani, ajo është investim. Normalisht që gjithë që investojmë domë që të ketë pas, po muzika nuk është asnjëherë matematik. Që të thuash investova kaq dhe nuk ketë kaq. Urojmë të kthehet. Sepse duhet kohë që ti përkushtohesh edhe një personi. Unë jam 24 në 24 punë, kështu që nuk do ishte drejt që të kisha dikën në krah dhe të mos i përkushtohesh, mos t'i jepja vëmendje, dashuri dhe të krijoshim pastaj ata tërmbetjet që pse s'po kushton vëmendje. A do dëshiroj një personazh ta kesh partnere që është fytyrë publike apo jo? Pse jo, nëse do ngjiste energjia, do kishin ndjenja, s'ka asnjë problem. Dedikime, sigurisht që deri diku janë dedikime, por jo 100%. Përpiqem t'i kamufloj pak pjesën e tekstit dhe ta risjell pak më simple për dëgjuesit dhe sadopak dhe ata ta gjejnë veten. Kështu që ka çik dedikim ka.
Mund të themi që 2024 ka qenë një ndër vitet më të artë për mua, pasi kam nxjerrë shumë projekte, klipe, dhe uroj që 2025 të sjelli ndoshta pak më shumë dhe pak më mirë se sa.